Kryedemokrati Sali Berisha pas ditën e sajintes në Selim Blu kishte mbledhje me Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Në fjalën e tij Berisha u ndal te vera politike, gjë e cilës si të nxehtë për disa arsye, ndërto kryetari i PD-s veçoi djegjen e testerave të Partisë Socialiste nga protestat e qytetarëve, si ngedaljen e përbashkët publike të kryeministrit Edi Rama me kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Vera që po lëm pas do hyjë në histori si vera që dogji Edi Rama. Jemi në fund të muajit gusht. Po mbyllim verën më të nxehtë të viteve të fundit. Një verë aq përvluese që muaj pas muaj, javë pas jave, ditë pas dite, ka shkrirë dhe po shkrin narkoshtetin, kreun e saj, padrinon Edi Rama. Zjarret dogjen testrat e Partisë së Krimit. Siç kemi parë në video nga vetë socialistët që dogjen kartat e tyre në Poliçan, në Divjak, në Dimal, pa llogaritur këtu, edhe mira të tjera që u dogjen përfundimisht në bulevardin e Tiranës. Gjithashtu Berisha u ndal te procesi i ripërdoritjes së partisë, duke theksuar se ky është kushti kryesor për të fituar besimin e qytetarëve e për të mundësuar ardhjen në pushtet. Ai në vizësin ndryshimi brenda forcës politike buron nga nevoja urgjente për të zgjidhur krizën e thellë ekonomike, shëndetësore e arsimore në vend. Kaq jetike është pra ripërtritja, sepse sot Shqipëria është në sallë urgjence, është nevojë jetike për ripërtritje. Domosdoshmëria e ripërtritjes Partisë Demokratike buron nga domosdoshmëria, thirrja e Shqipërisë për ripërtritje. Në fund ai u ndal edhe tek protesta, duke theksuar se do e mbështesin pa kushte protestën heroike e të jashtëzakonshme rinore e qytetarëve.